paraburgimi po ashtu mos të përdoret si sankcion parapenal, mos të përdoret si ndëshkim ndaj atyre sidomos që nuk e pranojnë fajësinë, jo që nuk ka, e jo që janë të rralla, por janë shumë të shpeshta, madje janë të përditshme. Ne çdo ditë sot kam pranuar në vendim në fakt që prokuria kërkon të pranohet fajësia për të ndërprerë masa e paraburgimit dhe gjykata i përfill kërkesat e prokurisë u ndërprerën masën e paraburgimit vetëm atyre që pranojnë fajësinë, ndërsa atyre që nuk e pranojnë fajësinë u kërkon mu vazhdo masa e paraburgimit dhe gjykata u vazhdon masën e paraburgimit. Megjithatë avokat tani kjo është një akuzë apo ndaj sistemit drejtësisë, a do të ketë bazë? Është një fakt, një realitet që ndodh çdo ditë e që ne mund ta faktojmë për çdo ditë. Jo një herë që ndodh rrallë, por ndodh thuajse të cili do avokat që merret me çështje penale ndodh për çdo ditë. Madje njerohet pak njoftimi, sot pra gjykata themelore Mitrovic ka marrë një vendim tani për tani ka liruar të pandehurit nga masa e paraburgimit, ndërsa neves na njofton familjarët të gjatë gjithë ditës bëjmë përpjekje për të ditur a mund ta gjejmë dikën që mund të komunikojmë ta dimë çka ka ndodhur dhe gjykatat nuk na njoftojnë. Por kjo është krejtësisht sipërfaqësore dhe anësore. Ka raste kur seanca fillestare për caktimin e paraburgimit, seanca dëgjimore, mbahet vetëm kot se vendimi për caktim paraburgimit është i shkruar para se të mbahet seanca. Pra ne me përfundimin e seancës e marrim vendimin për caktim paraburgimit dhe është e habishme për ne se kur pati mundësi të shkruhet. A ka bazë ligjore avokat kjo? Ka bazë ligjore pa u trajtuar një seancë, ketë një vendim për të sepse gjykata duhet të ketë parasysh barazinë e palëve, të dëgjoj pretendimet e prokurisë, të dëgjoj pretendimet e mbrojtjes dhe të vlerësoj se kush po e peshon. Madje e drejta të pandehurit për liri dhe siguri prezumon në favor të qëndrimit në liri. Pra gjykata gjithherë duhet t'ja përparësi qëndrimit në liri dhe masa e paraburgimit do të caktohet si masë e fundit e domosdoshme dhe duhet të argumentoj gjitha masa tjera që janë të pamjaftueshme dhe ka mbetur vetëm masa e paraburgimit, atëherë duhet caktohet masë. Dhe ai argumentojnë shumë shpesh gjyqtarët kur marrin një vendim të tillë? Jo, nuk i argumentojnë gjyqtarët, në shumicën e rasteve thonë jo gjithherë, por në shumicën e rasteve e thonë ashtu siç thotë prokuria në kërkesën për caktim paraburgimit se kam këto prova, këto nevoja, këto arsye për të caktuar masa e paraburgimit dhe gjykata e cakton. Më pas Megjithatë ju si avokat keni të drejtë të apeloni vendimit. Çka ndodh pas apelimit të vendimit? A bien këto vendime ajo tani? Ne kemi thënë me qenë se tani ka pasur reagim nga gjykata supreme, po ashtu po kuptoj tani edhe nga gjykata e apelit. Po. Me rastin e caktimit të masës së paraburgimit, ne kemi afat 48 orë për të parashtruar ankesë. Dhe po e them që mbrojtësi parashtron ankesën në minutat e fundit, pra pas 48 orësh. Gjykata duhet ja dërgoj ankesën prokurisë, prokuria ka 24 orë të parashtroj përgjigjen në ankesë, që i bie gjithsej 72 orë. Pas 72 orës, gjykata e apelit ka 72 orë të kthej përgjigje. Pra i bie gjithsej rreth 6 ditë. Asnjëherë po e them kushtimisht, mirë por shumicën e herëve, në të shumtën nuk kthehet përgjigja brenda 6 ditë, nuk kthehet madje pas 2 javë, pas 3 javë ka raste kur kthehet në fund të muajit. To faktin që ka persona që u zgjatet masa e paraburgimit, siç kemi tani sot kemi pranuar për te një viti, pra është rasti s'ka ECC që pandehurit kanë kaluar më shumë se një vit në masën e paraburgimit dhe prokuria kërkon akoma të vazhdohet masa e paraburgimit, fare pa i ndëgjuar pandehurit dhe pa ngritur aktin akuzues. Po, ka thonë avokat të jashtëzakonshme kur mund të vazhdohet edhe pas 12 muajsh kërkesa e paraburgimit, apo jo? A janë plotësuar këto kritere në këtë rast? Jo, nuk janë plotësuar. Kodi i procedurës penale ka parapar pra afate se sa mund të zgjas masa e paraburgimit. Për veprat penale deri në 5 vite, paraburgimi mund të zgjas maksimumi 4 muaj. Për veprat penale mbi 5 vite mund të zgjas në parim 8 muaj. Lejohet, kur çështja është e komplikuar më shumë se 10 persona dhe kërkohet bashkëpunim ndërkombëtar dhe ekspertiza tjera ekonomike që të vazhdohet masa e paraburgimit deri në 12 muaj. Pra, një vit kohë për të ngritur një akt akuzues. Dhe pasi afati, lejohet një vazhdim tjetër prej 6 muaj, në qoftë se, thot, me gjendjen e të pandehurit në liri ekziston rrezik i përgjithshëm dhe rrezik i dhunës. Pra, duhet ekzistojë që nëse një person ndërprehet masa e paraburgimit, ai në momentin që lirohet do të parashtrojë dhunë tek persona tjerë dhe është i rrezikshëm. E në fakt, prokuria pra këtë kriter ligjor e shpreh, sikurse sot kemi pranuar një kërkesë për vazhdimin e masës së paraburgimit, që thotë ekziston rrezik i përgjithshëm i dhunës nga këta të pandehurit dhe duhet vazhdohet paraburgimi për 20 persona. Edhe eventualisht përgjegjësia penale është individuale dhe sjelljet e secilit janë individuale. Nëse ekziston rreziku për njërin,
Pra nuk do duhet edhe 19 të tjerë të përfshihen. Pra i ka trajtuar në grupë për të marrë vendim të tilla, apo jo? Patjetër që po, thot për të gjithë, por nuk e ka madje prokuria ka detyrim se gjykata duhet i thotë prokurisë, duhet më argumentosh çfarë rreziku i dhunës ekziston, qofse këta persona gjenden në liri. Pra unë kam një person që përfaqësoj rastin Sky SSC tani që prokuria pretendon se ai nëse gjenden në liri ekziston rrezik i dhunës. Kush është i rrezikuar nga ai? Duhet ta thotë me emër dhe mbi emër, dhe kë e ka rrezikuar ai më herët, apo kë mund ta rrezikojnë nëse gjenden në liri. Dhe mbi këtë bazë pra gjykata ne presim se kundërligjshëm do të aprovoj kërkesën e prokurisë, sikur se ka ndodhur në të njëjtën çështje pra, disa persona të vendimare, ka vetëm kërkesë të prokurorisë për vazhdimin. Po, mirë, pikërisht në rastin Sky SSC i ka ndarë disa persona të tjerë, gjykata u ka vazhduar paraburgimin për 13 muaj, madje ka vazhduar tani 2 muaj të tjerë për 15 muaj pa akt akuzë, pa i dëgjuar fare dhe pa u plotësuar ky kriteri i dhunës. Po, dhe me gjithë avokat, kjo është rast i madh, apo jo? Kjo është pavarësisht se është rast i madh, prokuria ka numër të madh të prokurorëve dhe do duhet të vepronte ti dëgjonte dhe eventualisht të ngriste akt akuzën, t'ia dorëzoj provat pa nderë dhe i thotë hajde ballafaqohemi në gjykatë